Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se dëshiron të takohet me presidentin rus Vladimir Putin sa më shpejt që të jetë e mundur, ndërsa bisedimet e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës po mbahen në Stamboll. Shefi i shtëpisë së bardhë deklaroi se asgjë nuk do të ndodhë derisa ai dhe Putin të takohen së bashku. Deklarata e shefit të shtëpisë së bardhë erdhi pasi një ditë më parë presidenti Putin nuk shkoi në Stamboll për të takuar homologun e tij Ukrainas, Zelenski. Ndërkohë negociatorët rusë dhe Ukrainas u mblodhën në Stamboll të premten për ato që u cilësua si bisedimet e tyre të para të drejtpërdrejta për paqe në më shumë se 3 vjet, nën presionin e presidentit amerikan Donald Trump për t'i dhënë fund konfliktit më vdekjeprurës të Europës që nga lufta e dytë botërore. Takimi në pallatin Dolmabahçe në Bosfor konsiderohet një shenjë përparimi diplomatik mes palëve ndërluftuese të cilat nuk ishin takuar ballë për ballë që nga marsi 2022.